Doktoresha, duhet të jenë prindrit e sotëm më të përfshirë në rritjen e fëmijëve? Prindrit, patjetër. Prindrit e sotëm më të përfshirë në jetën e fëmijëve. Në rritjen e fëmijëve. Po rritjen e fëmijëve. Prindi është detyrimisht nga natyra i detyruar të rrisi fëmijën. Prindi është gjëja kryesore e fëmijës. Literatura gjithmonë thotë që fëmia vetëm nënën dhe baban ka. Pavarësisht se ne gjyshit ose gjyshet bëhemi sikur jemi ne kemi vlerat e fëmija. Sigurisht vlerat janë të pallogaritshme të gjyshëve, po për fëmin vetë, për konceptin e fëmis, sidomos 10 vjetë dhe para të jetës, numri 1 dhe numri 2 janë nëna dhe babai, prindrit. Ata shef në sy ai, ata s'do të humbasi, për ata trëmbet se mos i ikin. Fëmia kur është bebe i vogël i largohet prindi se iku, s'po më vjen, thot, ose iku babai s'po më vjen. Sigurisht që kjo është koncepti i fëmis gjatë gjithë jetës vetë. Sa më i vogël që t'jetë, aq më i varur dhe është nga prindit, duke u rritur sigurisht që fillon dhe krijohet ajo pavarësia që vjen pastaj mosha që fëmijët në periudhën e adoleshencës bëhen shumë më të pavarur. Por prindrit vetë të përfshirë duhet të jenë aq sa kanë mundësi, sepse nuk mund të thuash një prindi që ti juve duhet të rini me fëmijën në shtëpi dhe mos punoni. Si thua dot? As një nëne, as një baba. Po ama prindrit janë të interesuar dhe nënat sidomos. Pavarësisht se ne themi që ky brez i ri sot rinë për kafe dhe nuk e kanë kujdes, nuk rinë aq shumë me fëmijën, nuk është e vërtetë. Të gjitha nënat, gratë kur bëhen nëna janë nëna dhe fëmia e tyre është njëshi. Por nëse ajo s'ka mundësi financiare dhe duhet të punojë, sigurisht i do jetë me shkëputur nga fëmia, ashtu si dhe babai. Ose nuk e ka fare baban, ose babai nuk e ka fare gruan, sepse ka raste që ne i dim tani që janë bërë edhe gjëra të zakonshme që mund të jetë një prind. Si do përballohet jeta kur nuk punon prindi? Detyrimisht do kërkohet ndihma. Ndihma është një ndihmë familjare dhe një ndihmë shtetërore. Dy ndihma kemi neve në jetë, që kemi bërë të gjithë gjatë jetës tonë. Është ndihma e prindërve, gjyshi dhe gjyshet që janë prindit e fëmijës dhe gjyshi dhe gjyshja, që të voglit, edhe institucionet shtetërore që janë qerdhe dhe kopshtet. Se gjë tjetër neve nuk kemi shumë atë modelin e dadove. Ajo ka filluar në njerëzit që kanë mundësi ekonomike të aplikohet, po duhet një buxhet i madh familjar që të përballosh një dado. Dhe në fund të fundit, fëmia është më mirë të ri me gjyshin dhe me gjyshen, se sa deri në moshën 2 vjeçe kam parasysh, nuk po them kopshin dhe periudhën tjetër që fëmia do të jetë patjetër në institucion. Po deri në 2 vjeç fëmia është më mirë të ri me një gjysh edhe një gjysh që janë mirë me shëndet dhe që e kërkojnë vetë një gjë që nuk i detyron prindi që të rish domosdo për një kohë të caktuar të shkurtër, se sa të ri në çerdhe që është një edukatore se 12 fëmijë. Edukatora nuk merret me zhvillimin psikomotor të 10 fëmijëve. Ajo i ndron, i lan, i ushqen. Kaq bëjnë fëmijët në këtë moshën, sidomos në 2 vjetët e para. Prandaj kjo periudha 2 vjetët e para është ajo që ne shohim që shpesh gjyshet dalin, i shëtisin 1 orë, 2 orë, kanë nevojë ata më mirë të dalin se sa të rinë brenda. I shëtisin fëmijët, gjyshja, në atë kohë që bien dakord me fëmijët e tyre. Dhe nuk jam dakord me një gjë që të rinjt i torturojnë prindit, nuk është ashtu. Të rinjt janë fëmijët e nënës dhe babait. Sigurisht që ajo empatia që të hysh brenda të moshës së vjetër është një çik të rinj që nuk e imagjinojnë akoma se do vënë vetë dhe ata do plakën dhe si do t'i përballojnë marrëdhëniet me nipër e me mbesa. Por që të rinjt janë të interesuar që t'i kenë mirë prindrit. Nuk janë të interesuar t'i torturojnë prindrit në asnjë mënyrë. Duhet të them që fëmia rritet me nën e me baba. Gjyshi dhe gjyshi janë suport. Pastaj hidhen hapet e tjera, institucioni, qerë dhe kopshti. Cila është ajo e mesme e artë në përfshirjen e gjyshërve në rritjen e nipërve? Gjyshi dhe gjyshja nuk duhet të ndërhyjnë në rritjen e fëmisë në kuptimin e rregullave, e ritualeve që vendos nëna, në mënyrën se si ajo fillon e mëson fëmin të flër, orarin, leximin e prallave, mënyrën se si e mëson të lajë dhëmbët, të heqi këpucët, të mbaj rregullin e lodrave, sepse ndonjëherë plejt janë më të ligishtuar nga mosha. Dhe ndonjëherë thonë, më le të bëj tani se gjuna fëmijë është. Nuk është ashtu.
fëmia që në fëmini dhe ka nëna, sepse nëna tani janë më të lexueshme në këtë drejtim, kanë shumë bagazhe, kanë më shumë literaturë dhe lexojnë dhe e dinë se si duhet t'ia plotsojnë apo jo fëmisë, kur duhet t'ia plotsojnë dhe kur nuk duhet t'ia plotsojnë. Ndërsa në përgjithësi plejt këtë kanë, këtë kemi ne, unë edhe unë që jam gjyshe vetë. Ndonjëherë të themi, mos e gjuna fëmia lëret, bëj këtë, po në fakt duhet mbështetur djali dhe vajza ose nusja dhe dhëndri në mënyrën se si edukojnë ata, nuk duhet ndërhyrë. Nuk duhet ndërhyrë. Mosha e vjetër është moshë e vjetër. Ndihmën e jep aq sa mundet. Faleminderit që është, që ekziston. Faleminderit që ekziston për gjithë të rinjt, sepse është një mbështetje që sidomos 2 vjet e para, po mos harrojmë sidomos në periudhën postpartum, që mos harrojmë që 60% e nënave pas lindjes kanë probleme të mëdha, të vetat, të ndryshimeve të mëdha hormonale, probleme me ushqyerjes me gjie kështu, në atë periudhë është e domosdoshme prania e gjyshes edhe gjyshit, mos gjyshes, sepse ajo nëna ka eksperiencën e vet në rritjen e fëmisë dhe e toleron më mirë vajzën ose nusën, e mbështet më mirë dhe ajo është më e aftë që të kalojë ato 2-3 muajt e para të mbaslindjes. Duhet të them që rritja e fëmijëve është komplekse. Fëmia nuk është unikal, nuk është i njëjtë. Çdo fëmijë ka tipin e vet. Çdo fëmijë ka sjelljet e veta. Që nga mënyra si ushqyet, nga orët që fle, mënyra si komunikon, mos harrojmë pasaj që mbi vendosen dhe probleme të tjera neurologjike të rëndësishme tek fëmijët. Domethënë, prandaj duhet parë me qetësi. Çdo gjë duhet parë me qetësi. Sheri midis për shembull të rinjve, një gjysheje edhe fëmisë për fëmijë nuk duhet të ekzistojë, sepse fëmia të unhat me bish të syrit. Asnjëherë nuk duhet bërtitur në sy të fëmijëve. Asnjëherë nuk bër vretje njëri tjetrit. Që kur është i vogël, Që kur është i vogël. Fëmia të nuhat në çdo moment kupton mënyrën se si reagohet, pavarësisht se ne themi mos kupton ai. Nuk është ashtu. Fëmia do qetësi, sigurisht, atë që madhoren pasaj që nuk duhet vënë as në telefon, as në celular, ushqye, as në televizor, deri në moshën 5 vjeç. Doktoresha, a ka prindër që ndonjëherë teprojnë, po themi që thonë se ja le gjyshes unë dhe vetë mund të shkoj në pushime, në kështu, pra nuk e ka si suport prindrit e vetë, po më shumë i ka që po ja le unë asaj dhe unë po shkoj diku, po dal. Pra na abuzojnë në thonjza me prindrit në mbajtjen e fëmijëve. Shiko, që t'ja lësh 24 orë prindit fëmin, nuk duhet jetë në normale, për mua, pse? Sepse nuk mundet që një njeri 60 vjeçar të suportoj 24 orë një bebe, që qanë, që ngrihet, që do ushqyer, po që mund të hyjë temperatura, mund të sëmuret, nuk e bëjnë shumë. Rrallë herë e bëjnë këtë gjë, nuk është një gjë e shpesh, sidomos te ne, edhe jashtë nuk është. Në fundit ne kemi parë vipa jashtë që i marrin në parlament fëmijën jep gjë ajo, e merr fëmijën jep gjë. Marrin me vete fëmijët njerëzit sot. Sot është edhe shumë e kollajshme se në lulishe e ushqen ajo. Domethënë sot nuk është në një mit që nuk e nxjerr fëmijën dot andej këtej ose nuk vete dot në pushime me fëmijën, do vesh vetëm me burrin ti, me bebe të vogël. Po të kalojnë 2 vjeç, 3 vjeç dhe mund të shkosh pastaj. Nuk është një gjë. Nuk janë shumë të shpeshta rastet, vetëm nëse kanë një problem psikiatrik të rëndësishëm nëna që nuk duhet mjekuar, atëherë mund të ikë me pushime për ta qetësuar, po jo në rutinë nuk bëhet ajo. Edhe nëna vetë nuk e lë fëmijën. 90% e nënave nuk kanë se si t'i lënë fëmijët dhe t'i ikë me pushime sepse unë dua të ri rahat. Kjo nuk bëhet. Përveç problemeve të punës, sigurisht i televizit. Cilët janë ato këshilla që ju i keni kështu me merak që t'ua jepni prindërve të rinj? Këshillat për prindërin e rinj janë pafund, po të mendosh se sa duhet fillosh. Por këshillat janë me etapa. Nuk mund t'i them unë për shembull prindërit të ri si duhet sillen me një të vogël, me fëmijët e vegjël, me fëmijët e moshës të kopshtit, shkollore, adoleshentët, është e ndryshme mënyra se si do sillesh me këta fëmijë. Ajo që është kryesorja është që prindi duhet të flasi me fëmijën, edhe i vogël kur është. Duhet bisedoj, nuk duhet të uluri, nuk duhet të jetë me ton të egër, me dhunë. Unë kam dëgjuar akoma nëna që thonë, ikë me do ta fus në flasi me një gjuhë, jo atë që do të bie, mos bë ashtu. Nuk merr vesh fëmia me këtë gjuhë. Gjuha është e folura, e butë,
tolerante dhe në qoftë se ai bën shumë gjëra që ty nuk të pëlqejnë, dënimi i vogël, jo në një dënim i madh që ta godasësh, po mos i jep një gjë, merr masa, tërhiqje, mos këputi themi neve thot populli. Vëzhgoj me bish të syrit, sepse ka fëmijë që janë kapriçoz, që unë kam parë, në mes të drekës ai fillon e ulurinë e vërtet se ka do një gjë dhe s'ja jep. Këto janë momente që duhet shumë kujdes me fëmin. Nuk mund t'i biesh fëmis, do t'i thuash pusho, e largon, i thua, shiko pse e bëre këtë? Atë nuk do ta marrësh atë lodër që ja kërkove shokut, se është e ti. Ti duhet presësh, do ta blej mami një gjë tjetër. Domethënë ka mënyra për të zgjidhur këto probleme. Nuk është problemi i dhunës. Dhunë është dhe bërtitja. Dhunë për mua është dhunë. Në fundit. Fëmia nuk duhet i bërtasësh. Pa më tepër dhe midis tyre, prindrit duhet të jenë shumë kujdesshëm. Në sy të fëmisë tani ka kontradikta në jetën familjare, se ka probleme, po në sy të fëmisë jo. Fëmia llaftariset kur dëgjon prindi që bërtasin njëri tjetrit. Doktoresha, ju keni një eksperiencë shumë të gjatë dhe çfarë vini re, çfarë ndryshimi kanë prindrit, po themi në kohë që kur ju keni qenë e re dhe në vite, pra ka ndryshuar diçka që prindrit koha e ndryshon në rritjen e fëmijëve? Unë them që rritja e fëmijës është bërë më e mirë tani, sigurisht, sepse bagazhi dhe përgatitja e nënave është shumë më e mirë, qoftë në veshjen, në mbajtjen, në ushqimin, në mënyrën se si i ofron literaturë, revista, gjëra, libra, nga ato që pralla gjëra. Më thënë, nuk është se mund të themi që në kohën tonë ne i rrisnim më mirë fëmijët. Nuk është ashtu. Ne i kemi rritur me ato kushte që ishte koha. Ne nuk kishim pampersa, nuk kishim qumësh artificial, kishim vetëm qumshin e gjirit dhe pastaj qumësh të zakonshëm. Do toleronim gjithë intolerancat që mund t'jipte qumshi i lopës, për shembull. Gjithë intolerancat dhe gjërat e tjera që mund t'jipte një fëmijë pa vaksinuar fare, se ishin pak vaksina, shumë më pak se tani, dhe fëmia mund të kishte shumë pasoja. Domethënë, ajo periudhë tona ka qenë më me riskje për shëndetin e fëmisë, qoftë fizike, qoftë mendor. Ndërsa sigurisht duke qenë se në kohën tonë ul sasia e lindjeve, nuk bëheshin më nga 6 nga 7 fëmijë, se prindit tonë ka qenë më nga 5 nga 6. Neve kemi qenë 2-3 fëmijë që bënim më shumë jo. Mos filloi që u rrallua sasia e numrit të fëmijëve pikërisht për këtë arsye, për të arritur më mirë fëmin, për të patur kohë për të angazhuar me fëmin. Po nuk them se tani janë më keq. Nënat janë shumë të mira, unë shoh se unë kam lidhje përdit me prindër. Janë shumë të angazhuar, sigurisht lexojnë shumë edhe merren me këto blogere, me këto gjëra dhe ndonjëherë dhe ngatrohen në gjëra, po në fundit i sqarojnë, prindër janë, prindi çfarë dëgjon mendon mos kush e di, fëmia ime ka këtë, ose mos kush e di ndodhi gjë fëmisë. Domethënë janë sensacione dhe frikra që i ka çdo prind për fëmijën e vet, gjithje sa të rritet fëmia. Shpesh nënat dëgjojnë shumë blogerë që japin komentet e tyre lidhur me fëmijën e vet. A duhet që të shkojnë shumë pas këtyre komenteve, apo që fëmia e vet është ndryshe gjithmonë nga fëmia e një blogeri që jep një këshill, po themi, dhe duhet të shkojë te profesionisti gjithmonë? Patjetër. Shiko, këto rrjetet sociale dhe blogerët janë rrit 2 fëmijë ajo dhe jep eksperiencën e vet me 2 fëmijët e vet, po ajo nuk mund të përgjithësojë gjërat, sepse edhe unë që jam mjeke në literaturë, çdo gjë përgjithësohet nga shkenca, dhe unë dëgjoj shkencëtarët që kanë studiuar 4000 veta dhe ka thënë ai që kjo është kjo, ose kanë studiuar 2000 veta ose 10000 veta dhe ka thënë që ky problem është këtu. Unë nuk mund të nisem nga eksperjenca ime personale që kam rritur 3 fëmijë të zëm dhe 3 nipër e mbesa, edhe t'jap udhëzime sepse unë i di këtë punë. Këto janë pastaj gjëra që po në rrjetet sociale kjo punë është ne tani. Sigurisht njerëzit merren me njëri tjetrin, dëgjojnë, trembën, vinte unë, se unë vinë edhe kështu që dëgjojnë këto gjëra. Mos më ka këtë, mos më ka atë. Shumica nuk i kanë. Ka pak që i kanë, një kohën pastaj.